Gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar në Shqipëri arriti në 82.210 lekë sipas të dhënave të publikuara nga Instat, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo përfaqëson një rritje të ndjeshme prej 11.6%, por nëse e krahasoj me 3 mujorin e fundit të vitit 2024, pagat kanë pësuar një rënje pasi shënonin vlerën e 83.401 lekëve. Rënja e pagave në 3 mujorin e parë, krahasuar me 3 mujorin paraardhës, mund të jetë ndikuar edhe nga bonuset apo shpërblimet e fundvitit. Rritja e pagave nuk ka qenë uniform në të gjithë ekonominë. Disa sektor dhe aktivitete ekonomike kanë shfaqur paga mesatare më të larta se mesatarja kombëtare, veçanërisht aktivitetet financiare dhe të sigurimit, si dhe sektori i informacionit dhe komunikacionit. Ndërkohë, rritjen më të madhe të pagave gjatë kësaj periudhe e kanë shënuar fushat ekonomike të administratës publike, sigurimit social të detyrueshëm, arsimit, shëndetësisë dhe aktiviteteve të punës sociale, ku rritja është vlerësuar në 16.7%. Një rritje e lartë është regjistruar gjithashtu edhe për forcat e armatosura, me 23.1% më shumë, si dhe për specialistët me arsim të lartë, të cilët kanë përfituar një rritje prej 13.7%. Nga ana tjetër, sektorët me rritjen më të ulët të pagave kanë qenë industria, ku rritja ka qenë në nivelin e 5.2%, si dhe punonjësit e kualifikuar në bujqësi dhe peshkim, me një rritje prej vetëm 5.3%. Sipas Institutit të Statistikave, profesionet që paguhen më shumë se mesatarja kombëtare vijojnë të jenë ato menaxheriale, drejtuese, ligjvënëse, si dhe për specialistët me arsim të lartë. Gjatë kësaj periudhe është vërejtur edhe ulje e numrit të punonjësve me pagë minimale, ndërsa numri të punësuarve me paga më të larta është rritur, çka tregon një transformim të tregut të punës drejt një strukture më të orientuar drejt pozicioneve të kualifikuara dhe të mirëpaguara.